Unë kam një problem të theksuar nëpërmjet Bashkisë Vlorës edhe nëpërmjet Mojsi Lazës, i cili më ka marrë një pjesë të pronës dhe ai ka vendosur një shkop elektrik që nuk ka asnjë lagje. Që të vendoset shkopi elektrik, kurse ai e ka vendosur tek unë, do që të më suvaj dhe murin tim, ta suhatoj, por unë nuk e lejoj. Unë kam vite që po e kërkoj këtë në bashki. Më kanë kërkuar certifikatën e pronësisë, bashkia. Në qoftë se doni dhe emri ju ja jap, drita. Kjo drita më ka kërkuar certifikatën dhe ja kanë dërguar në zyrë. E kanë parë të gjitha. Këtë e di dhe ish drejtori i KMT-s në Vlorë, zoti Zambak. Edhe Zambaku e di historinë time, se kam një histori shumë të gjatë dhe nuk po më zgjidhet problemi. Arsyeja është këtu, që janë racista të ndyrë, janë të poshtër, janë kriminela, edhe nuk ne fukarejnë nuk gjejmë të drejtën tonë. Prandaj unë ju drejtova juve si televizion për arsye që të bëhet publike, një, e dyta, ta marrin vesh këta kriminalat që mos të vazhdojnë në këto drejtimet të pabazuara, në të cilin unë kam dokumenta shumë të sakta, që të certifikata e pronësisë, që të gjitha, edhe kërkoj nga ju të vi dhe një gazetar të shikoj dokumentat shumë të sakta që kam, përse më bjen një qafë, përse bashkia, bëm një takim me këtë kryetaren e re, i thash, unë kërkoj thash një takim me ju, direkt i thash, kokë më kokë i thash, jo me të tjerët i thash. Më përgjigj do t'i thuash filani ta të marrë telefon mua ta edhe bizetojmë. Gjerë më sot, nuk është bërë gjë. E dyta, që është kryesorja, para votimeve për deputetët, që është shumë qesharake. Deputeti Sinaj, bëm një takim në zyrën që ka përkatëse, dhe atje me gjithë shtabin e tij, bëm një takim. Ky takimi u bë me lot. Arsyeja është kjo, që unë ngrova nga fjalët e mira dhe të bukura të deputetit. Më tha, përfundimisht, që unë do të vi mbas votimeve, në qoftë se do fitoj, do pim një kafe në shtëpinë tënde. Të shikoj dhe punën, të shikoj vendin, të shikoj të gjitha. Nuk erdhi si përfundim, më mashtroi. I dërgova një mesazh, se e kam numrin. Ja dërgova përgjigje, nuk më ktheu fare. Shiko që bëhet. Prandaj unë kërkoj ndihmën tuaj. Ndihma juaj është kjo, që të më zgjidhni këtë problemin e theksuar që kam, se kam vite që po e kërkoj dhe nuk po e fitoj. Prandaj ju lutem shumë, më ndihmoni mua fukaraj, se unë s'kam të ardhura. Një pension, po e them hapur, të bëhet publike, unë buk të kryqikuq, nga e që s'fëndel. Prandaj ju lutem shumë, kam vuajtur dhe po vuaj, sa të vjet pika mbi. Kërkoj edhe një herë ndihmën tuaj. Po më ndihmuat, unë ju falenderoj përzemërsisht dhe faleminderit që më morët në këtë intervistë.